Imagjinojmë që të gjithë dalin nga shtëpia përballemi me dilemën, nëse duhet të përdorim makinë apo biçikletë. Në rastin e parë, përballemi një trafik të rënduar për shkak të urbanizimit të shpejtë të qytetit, ku numri i automjeteve që lëvizin mbetet mjaft i lartë. Dhe në rastin e dytë, përballemi me mungesën e infrastrukturës. Dhe pikërisht, për t'i ardhur në ndihmë këtij komuniteti, i cili preferon të lëvizë me biçikletë dhe jo me makinë, është krijuar që prej vitit 2015 grupimi Bicycle Durrës, një iniciativë mjaft të rive të qytetit të Durrësit. Dhe pikërisht për të folur për këtë temë, sepse duhet të përdorim më shumë biçikletën se sa makinën në qytet, kemi të ftuar koordinatorin Orget Keqi. Orget, faleminderit shumë që je i pranishëm me të intervistë të parë. Shumë faleminderit për ftesën. Si lindi ideja për të krijuar grupimin? Ka qenë iniciativë e imja për ta përfaqësuar qytetin e Durrësit mbi përdorjen e biçikletave, për arsye se Durrësi njihet në Shqipëri një ndër qytetet më kryesore rang vendi, dhe mendova që si t'i bëj bashkë të rinjtë dhe qytetit të Durrësit, pa ndikim partjak apo krahinor dhe gjinor. Dhe fal saj që unë kisha edhe disa kontakte, domethënë, të rive dhe të reja të qytetit të Durrësit, duke përmendur disa miqtë të mi që sot e kësaj dite janë bordi drejtues, siç është Klaudio Jesieni, Marieta Aguzi, Gjeni Shtembari dhe bashkëshorta e vet Elira Shtembari, ku po arritëm që të ne të kishim një lloj grupimi që ta përfaqësosim më tej dhe më dënjësisht. Por përveç kësaj ne kemi organizuar disa aktivitete prej 4 vitesh, ku aktiviteti ka qenë në fokusin e aktivitetet shlollëse, pikniqe dhe argëtuese, por ndërton midis dhe advokimit tek pushteti vendor, por dhe marrëdhënia jonë bashkëpunues me pushtetin vendor. Si gjetën mbështetjen e të rive të qytetit të Durrësit dhe jo vetëm në momentin që ju e hapët grupimin Bicycle Durrës? Bicycle Durrës ka qenë një iniciativë të rive dhe të rejeve të dashamirësit dhe të përdoruesit të biçikletave, ku të gjithë përdoruesit e dashamirësit të jenë bëhen bashkë për të kërkuar të drejtat e tyre, por edhe të ta quajnë diçka shlollëse dhe argëtuese. Sot jemi shumë vite pas, sa e keni gjetur mbështetjen e komunitetit? Tek mbështetja e komunitetit ka qenë goxha e madhe, interesimi, por edhe mbështetja. Si e shikoni qytetin e Durrësit? Është një qytet që e preferon, e pëlqen biçikletën në lëvizje? Patjetër që po. Është shumë dashamirës dhe shumë miqësor. Preferon nga mosha të ndryshme kryesisht, apo si e shikoni më tepër grup mosha të cilët preferojnë të lëvizin me biçikletë? Ndoshta janë mosha tretë, apo ka edhe të rinj të cilët parkojnë makinat në shtëpi të dalin me biçikletë në qytet? Jo, ka dhe përdorues që janë nënpunësit e pushtetit vendor, që e përdorin biçikletën. Domethënë janë me nivele të ndryshme dhe me nënpunë dhe statuse të caktuara. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe ju padyshim jeni bërë edhe zëri qytetar, duke parashtruar dhe paraqitur disa projekte të ndryshme, por gjithashtu edhe duke ngritur zërin në lidhje me problematika që hasim teksa lëvizim me biçikletë, duke ndalur pikërisht tek projektet, cilat kanë qenë disa prej tyre. Një ndër to ka qenë projekti që ka qenë e mbështetur dhe financuar nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, ka qenë Agjencia Lëviz Albania, për të advokuar dhe për të ushtruar më shumë dhe për lehtësuar punën e institucionit në studimin e përdoruesve të biçikletave, sa dashamirës janë qytetarët, por edhe sa të aksidentuarit, dhe ka qenë dhe plani i mobilitetit nga ekspert fushës urbanistik, por edhe të arkitekt. Me që të folët edhe për të aksidentuarit, padyshim dhe në qytetin e Durrësit kemi pasur raste dhe fatale për jetën teksa lëvizin në rrugë. Si është infrastruktura në qytet? Është e përshtatshme për të lëvizur me biçikletë? Infrastruktura ka qenë e përshtatshme, në qoftë se do ishin marrë përparasysh të gjitha kërkesat tona të protokolluara nga Bashkia e Durrësit, por në sajt të zërit tonë që jemi bërë zë në projekt buxhetin e Bashkisë Durrësit në disa vite më përpara, ku Bashkia e Durrësit do përshtatej me disa vend parkingje për biçikleta, duke ushtruar zërin tonë si qytetar, por edhe si grupim interesi, Bashkia e ka marrë si mos përfillës këtë pjesën e kërkesave tona të bashkëpunimit, por edhe projekti që ka qenë mjaft lehtësues për Bashkinë e Durrësit, por edhe për stafin e saj që e drejtoj. Kush janë disa vështirësi që neve hasim në momentin që lëvizim me biçikletë, meqense ju jeni dhe përdorues i rregullt apo jo? Përveç se janë përdorues i rregullt, jam ke grupimi një nga më të aksidentuarit e çështjeve të biçikletave. Por kjo pjesa e aksidentuarit nuk ose më ka bërë mua që të tërhiqem nga pasioni, për arsye se ne jemi përveç se jemi të apasionuar mas mjetit dyrotak, por jemi edhe pro dashamirësit të përdoruesit.
dhe me aktivitetet që kemi ndërmarrë, domethënë edhe projekti ka qenë në fokusin sensibilizimin qytetar, por edhe ndërgjegjësimin e pushtetit vendor. Ka infrastrukturë të përshtatshme në Durrës për qarkulluar, si e shikoni, për të lëvizur? Si shto thash më parë, nëse Bashkia e Durrësit do kishte marrë masat për Aktualisht, në momentin që ne po flasim, kemi pavarësisht asaj që duhet veprojmë. Bashkia ka bërë mendoj që një projekt që s'duhet të ishte bërë për arsye të ngushtimit të infrastrukturës dhe zgjerimit trotuare, për t'i dhënë më shumë akses biznesit. Edhe përdorësit e biçikletave kanë shumë vështirë për të aksesuar në qytetin e Durrësit. Mendoni që duhet ishte edhe një infrastrukturë e përshtatshme? Patjetër, sepse Bashkia arsyetohet që duhet një fond specifikisht për të realizuar korsitë e biçikletave. Kjo nuk do të thotë që do të jetë gjithmonë fokusi i fondit, por ka një masa më të lehtësuar, siç është vizimi ose vendparkingjet e biçikletave apo sjenistikës horizontale dhe vertikale. Nëse flasim sot, sa pjesëtar ka grupimi juaj, sa persona janë afruar dhe cilët ngrenë zërin bashkë me ju në lidhje me problematika që hasni çdo ditë, pasi ju thatë edhe vetë personalisht keni qenë ndër persona që jeni prekur për sa i përket infrastrukturës pasi jeni aksidentuar. Antarët i kemi mbi 35 sipër, domethënë mbështetës, por janë akoma më shumë se ç'duhet përdorues të mbështetës grupimit qytetar. Përveç se janë mbështetës, po janë dhe dashamirës i këtij grupimi dhe na kanë mbështetur goxha fort. Dhe misioni jonë nuk është se do ndalet vetëm këtu, por do jetë i vazhdueshëm. Padyshim që përdorimi i biçikletës ka edhe anë të tjera pozitive, siç është edhe lëvizja me ekologjike, nuk shkaktojmë ndotje të ajrit apo të ambientit ku ne jetojmë përreth. Juve si e shikoni këtë? Është një pikë që ju loboni vazhdimisht tek qytetarët të cilët duhet bëhen më shumë në numër? Përveç kësaj që do të bëhen më shumë në numër, por ne kemi paraqitur disa kërkesa Bashkisë Durrësit, ku janë vendparkinget e biçikletave, sjenistikës horizontale, vertikale, por dhe korsitë e biçikletave. Bashkia e Durrësit në bazë të ndërhyrjes restaurimit të gjithë rrugëve që janë bërë në qytetin e Durrësit, ka pas shumë të lehtësishëm të realizojë kushtet që ne kemi kërkuar Bashkisë së Durrësit. Ndërsa i përket pyetjes që sapo bëra në lidhje me ambientin, a mendoni që duke përcjellë mesazhe edhe tek qytetarët, a mendoni që kat fundit do të përdorim më shumë? Patjetër që do të përdorim më shumë, por edhe të mbështesin grupet time të caktuara dhe aktivitete të ndryshme që ne organizojmë. Ogret, profesioni juaj i hershëm nuk ka të bëj shumë me pjesën e biçikletave apo? Jo, ka të bëj goxha. Kjo më ka ka qenë një indicje, domethënë përveç se jam një profesionist tek fusha e restaurimit, dekorimit të objekteve të caktuara, si mjeti më alternativ që kisha pas zgjedhur që e kam domethënë, ka qenë biçikleta, përveç se ka qenë mjet ekologjik, ekonomik, shëndetësor, por edhe fitimprurës. Po dhe fleksibël. E përdorni makinën apo vetëm në? Jam dhe përdorues i makinës dhe përdorues i biçikletës, por rast preferoni më shumë biçikletën. Po dhe jam një nga persona që edhe përdor biçikletën në rrethinat e qytetit të Durrësit, duke eksploruar zonat e caktuara, shlose dhe argëtuese. Jo vetëm unë, por gjithë si grupim. Cilat kanë qenë disa aktivitete që ju keni zhvilluar kryesisht në qytetin e Durrësit në lidhje me përdorimin e biçikletës? Në qytetin e Durrësit kemi zhvilluar disa aktivitete sensibilizuese ndërgjegjësuese, ku kanë qenë fokusit përdoruesit e biçikletës, por edhe bashkëpunimi midis komunitetit dhe aktivitete shlose dhe argëtuese çdo fundjavë të eksplorimit në qytetet shlose dhe argëtuese, në pikniqe, por dhe duke njohur rrethinat e qytetit të Durrësit, siç janë zonat arkeologjike apo zona kulturore, siç janë në zonën e Porto Romanos, në zonën e sektorit Rinia, ku është një vend shumë i bukur për pikniqe, apo në rrethinat e qytetit të Durrësit. Është një mënyrë mjaft e mirë dhe mjaft interesante, besoj edhe për të vizur, për të mbajtur deri diku edhe trupin në formë, pasi është një mënyrë shumë e mirë pedalimi me biçikletë. Atëherë, për sa i përket grupimit tuaj, kemi persona kryesisht të rinë në moshë, studentët kanë interes, meqense se edhe universitetin kemi shumë afër me qytetin dhe ndoshta lëvizja e tyre me biçikletë shumë herë më kollajshme se sa me shërbimin urban apo edhe me makina. Po, dhe studentët kanë qenë goxha mbështetës tek aktivitetet që kemi zhvilluar. Ne kemi synuar gjithmonë ke pushteti vendor që të bëjmë një lidhje midis Durrësit të vjetër me Durrësit të ri. Pra që të bëjnë dhe një lehtësim midis transportit alternativ që është biçikleta, që Bashkia e Durrësit realizoi disa kushtet më të lehtësuara për studentët, por tek edhe më fitimprurës tek ta. Dhe si është pritur ky prezantim, ky projekti juaj në Bashkinë e Durrësit që të përcaktonte pikat e duhura për të lëvizur me biçikletë dhe me makinë duke sjellë edhe lehtësirat?
Tek bashkia është pritur goxha mirë, por mënyra e përgjigjes ka qenë jo efektshmërie, për arsye se ne kërkesat e kemi dërguar Bashkisë Durrësit, projektin e guidës ciklistike, ku duhet të ndërhyjë Bashkia e Durrësit, ka qenë edhe një mbështetje goxha e fortë nga stafi i Universitetit Aleksandër Mërsiu të Durrësit, si nga ecurilave, po edhe nga kampusi. Dhe që të mendojmë edhe më herët në qytetin e Durrësit funksiononte Ecovolis, apo jo, i cili ishte vendosur para Bashkisë së Durrësit, ku qytetarët mund të merrin një biçikletë dhe mund të shëtisnin për disa orë dhe më pas mund ta kthenin atë. A mendoni që duhet sërish të rikthehet? Po, patjetër, për arsye se Ecovolis e ka pasur pak a shumë si biznes, po ne kena më shumë synimin jo si biznes, por më shumë t'i kushtoj kushteve më të lehtësueshme për përdorësit e biçikletave. Pasi vite më përpara, qytetarët e Durrësit nuk se kanë qenë kaq shumë dashamirës ndaj biçikletës, por me ardhin e kësaj grupimi qytetar bajsik të Durrës, e ka parë më shumë alternativa dhe më shumë dashamirës bashkëpunimin. Keni bashkëpunim dhe me organizata dhe me grupimet e tjera në rreth, pasi besoj që edhe rrethet e tjera në vendin tonë kanë të njëjtin interes, ato që janë edhe persona që preferojnë më shumë televizin me biçikletë. Personat të tjerë... Keni bashkëpunuar në projekte të ndryshme për t'i prezantuar edhe më gjërë? Kemi bashkëpunuar edhe me grupimet e tjera, po jemi në fazat e negocimit dhe me organizatat e tjera në rrethe, por kemi pritur më shumë në bashkëpunim midis institucioneve që është Bashkia e Durrësit, ta kemi më shumë synojmë ta kemi partner institucionin, por dhe advokimin dhe pushtetin jonë. Ogert, juve normalisht keni edhe punën tuaj private, ndërkohë që jeni edhe koordinatori një grupimi. Sa të vështirë keni të menaxhoni punën me grupimin, e gjeni kohën e duhur, pasi dhe angazhimi familjar dhe personal mbetet mjaft i lartë? Për këtë kam theksuar disa herë më parë që unë ka pasi nga punët më delikate, sepse të merresh me koordinimin e njerëzve është një punë që merrsi shumë, ka një kohë goxha të pamjaftueshme. Por nëse do t'i thosha vetes të merresh me një qytet tjetër për koordinimin, do të kishte më të lehtë se sa me Dursakët. Sepse qytetarët Dursakë kanë akoma në histori që është të merresh me një aktivitet social, një aktivitet ekonomik, një aktivitet shumë fitipërës, e kanë akoma atë fleksibilitetin që të ngelin, domethënë shumë të heshtur. Dhe vetë natyrë popullata e Durrësit është shumë e heshtur. Mendoj që duhet të jetë më shumë sensibilizues dhe më shumë ndërgjegjësues. Ky qytet, shiko, ka njerëz që e duan vërtet e qytetin, por t'i japin një lloj shpresë jetese. Pra çka do të thotë kjo pjesë? Kjo do të thotë që njerëzit do zgjedhin një alternativë më të fitipërur, që është biçikleta. Ashtu si mund të shkojnë në plazh, si tash ngrohtë dhe koha, është një mjet që domosdoshmërisht do i vinë një lloj kohe që të përdorin. Pra duhet i them qytetarëve, shiko, lini një ditë makinat dhe përdorni biçikletat dhe mendojeni vetë si kur çfarë lloj natyre zgjidh. Sepse unë jam vetë përdoruesi, siç ta thash, i makinës, por e shoh shumë problem. Padyshim që do të kishte ndonjë ambient më të pastër nëse përdoruesit do të ishin më të shumë në numër, përdoruesit e biçikletave në qytetin e Durrësit. Kjo falë të përdoruesve të biçikletave ka arritur një lloj edhe ndërgjegjësimi, sepse kjo në qytetin e Durrësit ka qenë shumë përdorues biçikletës, por në artin e themelimit të grupimit bajsik të Durrës ka arritur shtimin e masë përdoruesve biçikletave. Ogert, të falenderoj shumë për intervistën. Shumë faleminderit edhe për juve.